Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Ajo për të cilën vëllezër do të flasim sonte në këtë ligjërat është për një problematika në esencë ka të bëje me ignorancën, pra me mosnjohjen e fesë Allahut subhanahu wa taala, për të cilën e kemi parasysh se Allahu xhallahu ala neve na krijoi jetën e kësaj dhunjaje për një qëllim, qëllimi kryesor ose qëllimi për të cilin ne ekzistojmë është e mishruar në fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", edhe nuk I krijova xhinët dhe njerëzit për gjë tjetër përposë që të më adhurojnë. Për këtë arsye kjo është shkaku kryesor se pse Allahu xhallahu ala neve na ka krijuar. Edhe kur njeriu arrin deri në atë shkallë ku nuk e din se pse ekziston, këtu domethënë është ajo problematika. Ose ignoranca e cila ka mundësi që të jetë ignorancë e plotë rreth dinit të Allahut ose ignorancë e pjesërishme. Domethënë ignorancë për një pjesë të madhe të fesë. Ose ignorancë e plot, ku nuk e njeh dikush Allahun, nuk e njeh halalin, as nuk e njeh haramin e kështu me radhë. Pra lloj-lloje ka, lloj-lloj të ignorancës. Ilaçi I ignorancës çka është? Prandaj do mundohena që nëpërmjet kësaj ligjërate të shkurtër të mësojmë ato hapat se si ka mundësi që ne të largohemi prej ignorancës. Secili prej neve ka një fardoze të ignorancës. Asnjëri prej neve nuk është, si më thon, perfekt. Krejt kemi diçka për ignorancës. Madje edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pasur shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të cilën njëri prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam I ka thonë aty, ti ke diçka për ignorancës. Me thonë edhe shokët e pejgamberit, gjenerata më e mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pasur diçka për ignorancës. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është munduar dhe ka punuar që këtë ignorancë ta largoj prej tyre. Edhe ne si besimtar gjithmonë mundohemi që këtë ignorancë ta largojmë prej neve. Ne, për shembull, kur jemi të uritur, I marrëm sebepet për ta ngop barkun tonë. Kur e ndjejmë veten tonë se jemi të etur, I marrëm sebepet për të qenë, më thonë, të ngopur. Edhe kur e shohëm veten tonë se kemi diçka prej ignorancës, normal, njeriu duhet të I merr sebepet, shkaqet që ta largoj prej vetes së tij këtë ignorancë. Si largohet kjo ignorancë? Kjo ignorancë ka mundësi që të largohet me forma të ndryshme. Ignoranca normal, ignoranca në veti është smundje. Si largohet kjo smundje? Pra ignoranca është smundje, mirë po ilaçi I asaj është dituria. Pra dituria është ilaçi I kësaj smundje, pra ignorancës. A jemi të leximit apo nuk jemi të leximit? Kjo është në çështje tjetër. Sa jemi që lexojmë? Kur kemi hap një libër, ta lexojmë prej fillim deri në fund. Kjo domethënë është çështje diskutabile. A jemi të ndëgjimit apo jemi prej atyre të cilët në përgjithësi mjaftohen me ndëgjimin e shortsave, reelsave ka 10 sekonda, 30 sekonda. Edhe mendojmë se I kemi ndëgjuar një 5 reelsa ka 30 sekonda, edhe mendojmë se jemi bë ekspert me një lëmi. Tash kemi ndëgjuar një 10 shortsa të shkurta ka 30 sekonda, ka 1 minutë, edhe mendojmë se krejt dituria për abdesin, për namazin, fetva, e kështu me radhë, ose në akiden dhe një çështje, mendojmë se jemi bë ekspert në atë lëmi për të cilën kemi ndëgjuar disa minuta, ndërsa na duket se kemi ndëgjuar kush e di se çka, ose kush e di sa kohë ke kaluar ti në ndëgjimin e diçka e cila është prej diturisë. Normal, ka shumë hajre dhe shumë dobi. Mirë po, këto shortsat e shkurta I japin njeriu një farë doze të vetkënaqësisë se unë kam arrit diçka, kam mësuar diçka edhe mjaftohet. Mirë po, parashtrohet pyetja kur ki për spari herë ose për sfundi herë kanë dëgjuar një ligjërat 40 minutë ose 30 minutë. Ose si te ne, për shembull, mjaftohet me një hutbe e cila është 10 minuta, në disa xhamie vetëm gjuhën shqipe, hutbe 10 minutëshe, edhe mendon se kry puna, domethënë ndëgjova këtë hutben, edhe u kry normale atë hutben është ndoshta hutbe të cilën vetëm se e din përmend, për arsye se përsëritet ndoshta çdo vit,
edhe ndoshta edhe e din edhe atë përmendësh edhe mendon se ka arrit një farë doze të diturisë, e cila dituri ka me qenë mjaftueshme, që ky do me thonë t'i boja ato hapat në Islam edhe do me thonë të ecë në hapat sigurta. Si ka mundësi që pa diturinë t'ju bëjmë ballë këtyre sprovave të rënda të cilët janë. Sprova të cilët besimtari kanoset edhe kërcënohet për gjithë anëve. Në vetë, me thonë veten e tij, në familjen e tij, në bashorten, në motrën, në vladin e vet, të cilët do me thonë ka mundësi që t'jenë më të lëndueshëm prej krejt kategorive. Fëmijët e vegjël, ka mundësi që në moshën e vogël, me thonë që në moshën 3-4 vjeçare, 5 vjeçare, t'indoktrinohen në ideologji të cilët janë ideologji, do me thonë, shkatrimtare. Edhe kemi ne, do me thonë, diturit mjaftueshme që të mbjellim atë farën e imanit tek ata, tek ajo gjenerat, që ata do me thonë t'jenë të guximshëm edhe të kenë dituri të mjaftueshme e cila do t'i shpëtoj për këtyre sprovave edhe fitneve të kësaj kohe. Edhe normal, sprova të cilët janë se cilën shtëpi kënë hinë. Do me thonë, çdo shtëpi ke televizor, nëse s'ka televizor, ka spakti në çdo shtëpi, ose 99% të shtëpive, ka internet. Ka depërduar interneti me të gjitha ato hajrin e madh të cilën e ka, po ashtu edhe me gjitha atë sherrin e madh të cilën e ka në veti. Pra kjo është rrezik i djanshëm. Ka edhe hajr, edhe ka edhe sherr. Për këtë arsye edhe njeriu çdo herë është në dyshje. Interneti është i dëmshëm apo është i dobishëm? Ka me qenë kjo, si me thonë, debat në mes nesh. Ka hajr, mirë po padyshim se ka edhe sherr. Pra si ka mundësi që ne të ecim këtë rrugën e diturisë qofse ne pra s'kemi dituri të mjaftueshme. Transmetohet se Uwais el-Qarani, një prej tabiinëve të njohur, thot, nëse një njeri ecën për në një rrugëtim, në të cilin në fund të rrugëtimit do të ballafaqohet me armikun e vet, do të merr pjesë me një betejë luftarake. Edhe ky është duke ecur në atë rrugën e gjatë, si ka qenë atëherë, do të thonë rrugtimi i gjatë për dalë në fush betejë, për dalë në mejdan, që të përleshen, do të thonë, dy ushtrit. Thot, nëse një njeri, një ushtar është nisur për në fush betejë, edhe rrugës për në atë fush betejë, i duket mburoja e rëndë, edhe e gjunë. I duket prazmorja e rëndë, e gjunë. I duket shpata e rëndë, edhe e gjunë. Si ka me qenë halli ati kur do përballohet me armikun. Me thonë, pa mburoj, edhe pa shpat, si ke me dalë për para armikut. E njëjtë është edhe halli i një njeriu, i cili nuk i ka mburojet sheriatike. Nuk ka tauhid, nuk e njeh njëshmërinë e Allahut si duhet, ka dyshimin tauhid, ka, me thonë, namazin nuk e bën, dhikrin e mëngjesit edhe mbrëmjes nuk e bën, dhikrin pas namazit nuk e bën, sunetet nuk i falen, edhe si ka aki, do me thonë, mundësi me ju bë ballë sprovave të ndryshme të cilët më thonë kanë me ardh aty në të gjitha anët. Si ka mundësi që ky person mos manipulohet prej shejtanit. Pra nëse ne nuk jemi të aftë ta mbrojmë veten tonë, si ka mundësi që të kemi në aftësi të mbrojmë të afërmit tonë, familjet tona, si ka mundësi do me thonë që të mbrojmë më të vegjëlit tonë, kur ne do me thonë si jemi të aftë që ta mbrojmë veten tonë, atëherë do me thonë padyshim se gjenerata tjera ose të do me thonë prindët tonë ose ata të cilët janë më larg hallkave të diturisë, ato padyshim se kanë me qenë më të kërcënuar prej sprovave edhe prej fitneve. Pra dituria është ajo e cila e nxjerr njeriu prej errësire për në dritë, edhe prej nënçmimit për në krenari. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mbrojtësi atyre të cilët besuan. Dhe ata Allahu i nxjerr prej errësirave për në dritë. Pra përmendet shumë si errësirave, pasi që pse përmendet errësira, nuk përmendet vetëm një errësirë. Përmendet se errësirat janë të shumta. Dalaleti humbja është e shumtë, lloj të errësirave ke. Ndërsa udhëzimi është një, nuri është një, pra drita është një. Pra Allah është mbrojtësi atyre të cilët kanë besuar. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. I nxjerr prej në errësira për në dritë. Transmetohen disa vargje të bukura të Imam Shafiut, kur është ankuar të mësuesi vet,
për mos mbajtjen mend, mos pasjen aftësi për memorizim aq sa duhet. Ose s'ka qenë performansa e Imam Shafiut, sigur se ka qenë pak më herët. Çka thot? Thot, shekeutu ila wakia su'a hifdhi wa arshadani ila tark al-ma'asi fal-ilmu nurun wa nurullahi la yuta lil-'asi. Që do me thonë në përkthim, këto do vargje të shkurta, thot, u ankova te Wakia ka qenë mësuesi i tij. U ankova te Wakiu për memorizimin tim të dobët. Ndërsa ai mudhzoi që t'i lanë gjunahet, sepse dituria e Allahut është nur dhe nuri i Allahut nuk i jepet gjunahçarit. Pra gjunahet janë ata të cilët neve na pengojnë, gjunahet janë ata të cilët neve na mbajnë dhe na tërheqin mbrapa prej veprave të mira, edhe prej gjërave të cilat janë të dobishme, pa marrë parasysh duke filluar prej tauhidit, prej namazit, alayhis salam, edhe prej sendeve tjera, prej gjërave tjera të cilat janë obligative që Allahu subhanahu wa taala neve na ka porositur. Pra s'ka mundësi që të dalim në dritë nëse ne nuk e kemi pastruar veten tonë ashtu si duhet prej ignorancës, edhe prej mbeturinave të ignorancës, sepse njeriu ka mundësi që të përballohet me sprova edhe të hek dorë prej disa ibadeteve, ose të hek dorë prej suneteve, prej presioneve shtëpiake, prej presioneve shoqërore e kështu me radhë. Mirë po si është puna që njeriu po kalon nga jonë ndonjëherë, ka mundësi që të devijoj, mirë po përsëri duhet që të bëj sakrificë që të kthehet aty ku ka qenë. Mirë po, ndonjëherë mbetet njeriu me pasoja. Ngelin, do me thënë të njeriu ndonjëherë pasoja të asaj ignorancës, ose mbeturina të asaj ignorancës së mëhershme në të cilën ai është përballuar. Edhe s'ka mundësi që njeriu të del prej kësaj problematike pa mos me dhënë sakrificë. Pra devotshmëria nuk është një gjë e cila i jepet njeriu ose të përshon të shkoj ta blej njeriu devotshmërinë. Devotshmëria s'ka mundësi që të blehet. Devotshmëria ka nevojë që njeriu, do të thonë, të jep sakrificë për devotshmëri. Ka nevojë që të jep sakrificë. Mësimin e fesë, njohjen e njohshmërisë së Allahut, namazin edhe vepra tjera të cilat, do të thonë, Allahu subhanahu wa taala i kërkon prej nesh. Pra nuk është devotshmëria e cila diçka ka me të dhënë aq lehtë. S'ka mundësi që të bëhesh më i miri aq lehtë. Ka nevojë që t'japi sakrificë, edhe më pastaj Allahu subhanahu wa taala të ta përmirësoj gjendjen tënde. Edhe thot Allahu xhallahu ala, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dhe ata të cilët bëjnë sakrificë për ne, pra luftojnë edhe bëjnë sakrificë për ne, ne ata do t'ju udhëzojmë në rrugën e drejtë. Jep sakrificë për Allahun, Allahu subhanahu wa taala ka me të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra çdo gjë në jetën e kësaj donjë kërkon sakrificë. Ne jemi razi edhe jemi të kënaqur që për ta fituar rrogën mujare, je i gatshëm që të rish në diell, ndoshta të barti shpesha të rënda, të lloj-lloj produkte e kështu me radhë, për çka? Për atë rrogën e cila ka me të ardhur në fund të muajit. Mirë po, a jemi ne të gatshëm që t'japsim sakrificë për dinin e Allahut subhanahu wa taala? Edhe këtu më thon parashoj pyetja, sa jemi të gatshëm ne që t'japim sakrificë që ta ngrejmë dinin e Allahut xhallahu ala. Edhe duke pasur parasysh se dini i Allahut është i garantuar. Feja e Allahut e garantuar, ne nuk jemi të garantuar e kemi me musliman. Allahu xhallahu ala e ka garantuar fenë e tij. Pyetje është, ne a kemi me qenë ata të cilët do ta japim shpirtin në fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra s'ka do të thon rrugtim në dinin e Allahut i cili vetëm se kërkon sakrificë. Ndonjëherë njeriu përjeton disa gjëra të mira, mirë po prapë se prapë ka edhe sprova në këtë rrugë. Dhe thotë Allahu xhallahu ala, "E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A thua vallë, menduan njerëzit se do thonë besuam edhe mos sprovohen. S'ka mundësi, është pyetje retorike. S'mund thua shumë besova edhe mos sprovohen. Pikërisht atëherë kur do udhëzohesh, atëherë kanë më të ardhur sprovat më të mëdha. Atëherë ka me u vunë në sprov imanit. A e ke sinqerisht për Allahun, apo e ke për si e fatësi, apo e ke për publicitet, për të pa, apo e ke për pare, apo po marr parasysh për çka prej sendeve të kësaj donjës, të cilët janë gjëra të cilat njeriu i synon në jetën e përditshme. Edhe fitoria, edhe lehtësimi nuk vjen pa mos me pa Allah subhanahu wa taala se cili është i denj dhe e meriton udhëzimin e Allahu xhallahu ala edhe ndihmën e atij.
Në këtë Allahu na ka treguar neve shembujt e pejgamberëve, të cilët janë shembuj edhe shembulltir në jetën tonë të përditshme. Hatta idha stayasa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. Thot Allah subhanahu wa taala, derisa pejgamberët i humbën shpresat, edhe menduan se tash jemi përgënjeshtruar, atyre ju erdhi fitoria. Pra kur ata i humbën shpresat prej krijesave, edhe u drejtuan sinqerisht Allahu xhallahu ala, o Zot, s'ka askush përveç te i cili mund ta ndryshojë këtë gjendje, ja'ahum nasruna. Atëherë ju erdhi fitoria. Edhe për këtë arsye Allahu xhallahu ala ndonjëherë na sprovon neve për ta parë sinqeritetin ton, për ta parë imanin ton, zemrën ton, ta dëshmojmë domethënë në vepra, ta dëshmojmë në realitet se Allahu është më i madhi, është Allahu Ekber, është Allahu më i madhi, apo janë sendet e dunjas më të mëdha, apo është rroga më e madhe, apo është shefi më i madhi, është puna, ose studimi, ose është reputacioni, qenurit VIP e kështu me radhë. Atëherë domethënë vjen në sprov imani ose ajo devotshmëria e njeriut. Thot Allahu xhallahu ala, qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai i cili e pastroi veten e vet, edhe ka humbur ai i cili e neglizhoi. Pra shpëton ai i cili e pastron nefsin e vet, epshin e vet, prej mbeturinave të ignorancës, edhe kanë ngelur mbrapa, edhe ka dështuar ai i cili nuk arrin që epshin e tij ta bëjë, domethënë ndjekës, edhe i bindur ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, pra urdhrat e Allahut që janë në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndoshta gjëja e parë me cilën ne mund ta pastrojmë këtë ignorancë prej vetes tonë është njohja e tauhidit. Njohja e njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala. Njohja e tauhidit është obligimi më madhështor se krejt obligimet tjera në shariat. Më obligim më i madh se sa namazi. Pra gjitha të rëndësi japim në namazit, e flasim më thonë edhe në për hutbe, në për ligjërata, ndëgjojmë namazi, mirë po, edhe ky namaz, nëse nuk mbështetet në tauhid, në njëshmërinë e Allahut, më thonë nuk është valid. Nëse njeriu nuk e ka tauhidin, njëshmërinë e Allahut si duhet, nëse imani e tij ka të përlyer me shirk, me kufër, ky namaz nuk i bën kurfar dobije. Kot vetëm lodhje fizike, edhe humbje kohë, ndërsa nuk fiton asgjë. Lodhet shumë ndërsa nuk fiton asgjë prej asaj, e krejt kjo është rezultati mosnjohjes së tauhidit edhe njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu xhallahu ala ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal që ti bëhet shirk atij, ndërsa fal çdo gjë e cila është më e vogël se ajo. Pra fal çdo gjuna i cili është më i vogël se sa shirku. Çdo gjë, krejt gjuna e tjera, madje edhe vrasja është gjuna më i vogël pra se sa shirku. Pra shirku në Allahu subhanahu wa taala është gjë të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk e falën. Edhe për ata edhe ka thonë ai tjetër, inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është zullumi më i madh. S'ka zullum më të madh se sa që njeriu ti bëj shirk Allahut. Pra ti bëj shok, ti përshkruaj shok. Pse është zullum më i madh? Për arsye se kur njeriu bën shirk ka bërë barabart krijuesin me krijesat. S'mund barazohet krijuesi me krijesat. Pra krijuesi është diçka tjetër, ndërsa krijesat janë krijesa të krijuesit, ndërsa mushriku krijesën e bën të barabart pra me krijuesin edhe i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, ndërsa thot Allah subhanahu wa taala në hadith kutsi, o biri Ademit, nëse vjen me gjunohe të mëdha sabota, edhe nuk ke ardhur me shirk, unë kam me të ardhur me aq magfiret edhe falje. Edhe pra nuk e ka bën shirk Allahu xhallahu ala. Allahu me aq mëshirë ka me ardhur taj personi. Për këtë edhe është si rregull në përgjithësi. Njeriu nëse nuk e njeh një person, zakonisht nuk e don. Ndërsa kur dikon të njohësh, ja din cilësitë e tij, e din sa është simpatik, edhe është i dashur, edhe është gojambël, edhe është bujar, edhe ka, me thonë, shumë cilësi të mira, me thonë, nëpërmjet këtyre cilësive të bëjnë që ti atë personin, me thonë, të krijosh një farë ndjenje të dashurisë me atë person. Solidarizimi, dashuri vëllazërore e kështu me radhë. E njëjta vlen edhe me Allahun xhallahu ala. Nëse ne nuk e njohim Allahun nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij, normal se rezultati ka me qenë i tillë.
Pra një njeri i cili nuk e don Allahun xhallahu ala, ky personi pra nuk e adhuron Allahun. A gjithë ditë mund thotë unë e dua Allahun, mirë po, dashuria është dashuri e rrejshme. Pse? Për arsye se atë dashuri nuk e ka dëshmuar në praktik. Nuk e ke dëshmuar Allahu xhallahu ala se ti e don ata. Për arsye se njeriu i bindet atij cilin e don. Edhe ne për shembull si për shembull raporti burr-grua. Për shembull ndonjëherë bën kërkesë gruaja prej burrit diçka, edhe burri i bindet, e ndëgjon gruan e vet. O edhe anasjelltas. Kjo pra çka tregon? Kjo tregon se ekziston një farë dashurie mes tyre, sepse njeriu kur e don dikon, i bindet edhe urdhrave ose kërkesave të atij. I bindet urdhrave të kërkesave të cilat normal janë racionale. Mirë po kur dikush nuk e don dikon, nuk e njeh. Edhe njerëzit, shumë prej njerëzve nuk e njohin Allahun xhallahu ala si duhet, edhe çka? Do të thënë për kjo është rezultati se nuk ka si vim i kësaj, nuk ka me adhuruar Allahun xhallahu ala. Nuk ka me fal namazin, nuk ka me agjëru, nuk ka me ditë se çka është zekati. Nuk thom unë nuk ka me dhon zekatin, nuk ka me ditë çka është zekati. A ka njerëz të cilët nuk e dinë se çka është zekati, nuk e dinë. Ka shumë prej njerëzve, të cilët madje thonë, jam musliman, me i thonë zekat, nuk e di çka. Namazi s'pakti e dinë se ndoshta thirrën 5 herë në ditë. Ezani gjithandej, mirë po, kur jemi te zekati nuk e dinë. Haxhi ndoshta e kanë dëgjuar, mirë po, zekati i cili është pak si ibadet i cili ka një farë në veti për arsye se involvohet aspekti material edhe parja është pak, do të thënë, një ibadet pak më sekret se sa ibadetet tjera, edhe nuk din asgjë rreth kësaj fatkeqësisht. Edhe kjo është shkurtimisht rreth asaj se si duhet që njeriu t'i përdor këto mjete, ose cilët janë këto hapat çka njeriu duhet që t'i merr, ashtu që ta largoj prej vetes së vet ignorancën. Pastaj ka shumë prej njerëzve të cilët ndoshta e pretendojnë dashurinë ndaj Allahut, mirë po Allahu subhanahu wa taala i ka hedhur poshtë pretendimin e tyre. Sepse e ka bën si kusht Allahu, dashurinë ndaj Allahut e ka bën bindje, nëse dëshiron ti që të tregosh sa e don Allahun, trego se sa i bindesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe sunetit të tij. Allahu këtë ka treguar në Kur'an edhe ka thonë: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj nëse e doni Allahun, pasomni mua. Allahu ka me ju dashur dhe ka me ju fal gjunahet. Pra kjo është një ekuacion i shkurt. E don Allahun, atëherë pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund që dikush për shembull të bëj dallim mes asaj, thotë unë e dua Allahun, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e dua, as nuk e respektoj, as nuk e ndjeki sunetin e atij. Këtë e bëj ndërsa këtë e marr, këtë e lë. Kur'anin e marr ndërsa suneti nuk është i pranueshëm. Ndërsa edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka burimin e njëjtë. Është prej Allahut xhallahu ala. Pra suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje prej Allahut xhallahu ala. Pra edhe Kurani edhe suneti pra shkojnë bashkë. Pra këto janë vëllezër disa çështje të cilat çdo njeri prej neve duhet që të jetë i vetëdijshëm edhe të jetë, më thënë, të ketë parasysh këto sende. Pra tauhidi në Allahun xhallahu ala dhe pastaj ndjekja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ashtu është shumë e rëndësishme, edhe së treti kryerja e farzeve të cilët Allah subhanahu wa taala i kërkon prej neve. Sigur se ka thënë para ajetin: "Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Edhe fale namazin, sepse namazin ndalon prej amoralitetit edhe prej veprave të këqija, prej gjunaheve. Pra, fale namazin, se ky namaz, të cilin ti e falish, ka me lejen Allah me ndalu prej shumë sendeve të cilat janë të pajishme. Ka me ndalu prej amoralitetit, prej gjunaheve, prej mashtrimeve, me kalimin e kohës, çdo gjë namazi e rregullon të njeriu, nëse bëhet në formën e duhur, edhe me bindjen e duhur, edhe me tauhidin e pastër. Pra kjo është si kusht. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për shembullin e namazit, ka thënë shembulli i namazit është sikurse një lum përpara shtëpisë së ndonjërit prej juve në të cilën njeriu pastrohet 5 herë në ditë. A ka me i mbet në një papastërti? Sahabët i kanë thonë, jo, i dërguar Allah. Jo, normal, nëse lahet njeriu aty 5 herë në ditë nuk jetë papastërti. Ka thonë i këtill është edhe shembulli i namazit i cili i fshin, i shlyen gjunahet të cilat njeriu i bën. Namazi deri në namaz, xhumaja deri në xhuma, agjerimi deri në agjerim, më thonë janë që i fshin, i shlyen gjunahet të cilat njeriu i bën në ndërkohë.
Pra, këta mbeturina të ignorancës, pra janë gjëra të cilat ka mundësi që njeriu t'i largoj prej vetes vet, mirë po normal duhet që njeriu t'i jep mund. Duhet që të jep sakrificë, sepse këto vetvetiu rënë se largohen. Qofse ti s'jep sakrificë, shumë rënd është që këta pra të largohen prej teje. I ka përmendur Ibn Kaimi disa gjëra të cilët ka mundësi që neve të largojnë prej neve ignorancën. Cilët janë ato gjëra? E para, thot, është ta dish se Allahu subhanahu wa taala është më informuar i mirë. Allahu subhanahu wa taala është alimul khabir. Është i ditur edhe i informuar në hollësi. Çdo gjë të cilën njeriu e bën, Allahu subhanahu wa taala është i dishëm. Kur njeriu e ngjall këtë ndjenjë veten e vet, padyshim se kjo ka me bën që ky njeri, më thon dal ngadal ta largoj prej vetes së veti ignorancën. Po ashtu të kesh turp prej Allahut xhelalu ala. Të ne gjithmonë përdoret kjo, marrë të vinë. Turp të koft, e kështu me radhë. Ndërsa Allah subhanahu wa taala me një jetë e ka përmendur edhe ka thonë yestaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah. Kanë turp prej njerëzve dhe s'kan turp prej Allahut. Subhanallah. Është ajet i prekshëm. Ajet me cilën preket zemra e besimtarit. Pra turprohen prej njerëzve, ndërsa nuk turprohen prej Allahut. Si ata njerëz të cilët kur janë në vetmi, i bëjnë gjuna Allahut edhe nuk turprohen. As pak prej Allahut, ndërsa në publik shiten se janë njerëzit më të mirë, madje edhe shesin edhe mend ose tregojnë për se çka është devotshmëria. Më pastaj prej pikave tjera të cilat i ka përmendur Ibn Kaimi, është ta kesh parasysh se pse je krijuar, edhe për këtë folëm në fillim. Shumë prej njerëzve nuk e dinë se pse ka ardhur këtë dunjë, pse ekziston. Nuk e dinë qëllimin e jetës edhe pse një ditë përfundon çdo gjë, pse përfundojnë, pse vdesin krijesat. Edhe një pikë tjetër të cilën e ka përmendur Ibn Kaimi është edhe ka thonë se ignoranca edhe dituria nuk bashkohen në zemrën e njeriu. Nëse ndodh që ignoranca dhe dituria të bashkohen, ka gjasa të mëdha që ignoranca të ngadhnjej mbi diturinë. Edhe thot Ibn Kaimi, dije se ignoranca është det që s'ka breg, edhe kush futet me veten e vet në atë breg, padyshim se ka mundësi që të thellohet edhe s'ka shpëtim. Edhe thot ignoranca, thot Ibn Kaimi, ignoranca trashëgon tek njeriu pakënaqësi edhe trashëgon dëshpërim edhe vezvese. Pra këto janë si terme të cilët janë të njohura në popullatën tonë, mirë po në atë fjalorin medicinal ka shumë emërtime të ndryshme të cilët kanë ardhur, sikurse stresi, ankthi, depresioni, gjëra të cilat janë shumë prezente në vendin ku jetojmë fatkeqësisht, edhe si rezultat i çkahit në përgjithësi vijnë këto, vjen si shkak i gjunave të cilat bëhen si rezultat i mospasjes, domethënë kënaqësi shpirtërore ose pajtim me kaderin e Allahut, ose mos mbështetje të mjaftueshme në caktimin e Allahut subhanahu wa taala e kështu me radhë. Po ashtu është me rëndësi që ta dimë se me ignorancë secili prej neve është provuar. Krejt e dimë se çka nuk kupton ignoranca, mirë po edhe pse ka njeriu ignorancë, kjo ignorancë duhet që të mundohet njeriu ta largoj. Pra nuk është, kanë thënë dietarët, nuk është turp të kesh diç për ignorancës. Turp është që të rish një ignorancë. Kjo është turp. Ta di se je ignorant edhe të rish një ignorancë. Pra kjo është problematika kryesore. Thot Sufjan ibn Uyeyne, një prej dietarëve të hershëm, thot e kam pa se dituria e njerëzive duhet të jetë në disa gjëra. E para thot është ta njohësh Zotin tënd. E dyta ta njohësh se çka kërkon Zoti prej teje. Edhe e treta ta njohësh se çka të nxjerr prej feje. Pra këto janë çështjet kryesore që çdo besimtar duhet t'i di. Ta njohësh Allahun, kjo pikë e parë, edhe ta njohësh çfarë haku ke ndaj atij. E sidomos atë pjesa e dytë të cilën shumë prej njerëzve e neglizhojnë, nuk e din çka e nxjerr prej feje. E din çka e fut në fe. Mirë po çka e nxjerr nuk e din. Nuk e din se ta bësh një hajgare, një vis, një barcolet me dinin e Allahut ose me ndonjë simbol të fesë, nuk e din se del prej feje. Do të thonë krejt vepra zero. Nuk e din se një fjalë ose një hajmali ose një shkuarje te sihirbazi për ta marrë mendimin e atij, nuk e din se kjo e nxjerr njeriu prej feje edhe konton e veprave të mira ja bën zero. Ndërsa Allahu xhallahu ala ka thonë wala ushraku, ka thonë për pejgamberët në surën Al-An'am përmenden 15 pejgamber me një faqe. Është faqja në të cilën përmenden, nuk më kujtohet cila faqe, përmenden 15 pejgamber me një faqe. Në fund
të ajetit, në fund faqes dikundi, i thot, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sikur ata të kishin bërë shirk, ne dua kishim shkatruar krejt çka ata kanë punuar. Para mendo, Allahu ka thënë për pejgamberët, nëse ata do kishin bërë shirk, do ishte shkatruar ajo të cilën ata e kanë vepruar. Kur pejgamberët si pejgamber Allahu ka thënë, nëse ata do bënin shirk, do ishin dua shkatruar krejt çka kanë. Ku mbetëm ne? Unë si Enis, ai tjetri si Kadir, ai tjetri si Latif e kështu me radhë. Ku mbetëm ne? Ku jem po pozita jone dhe ku pozita madhështore të cilën e kanë pasur pejgamberët e Allahut, pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe Allahu xhelala ja drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë lein ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ti o Muhammed, nëse do bëje shirk, do t'i shkatërroje të gjitha veprat, edhe do ishe prej njerëzve të dëshpëruar. Pra kjo është e rrezikshme, edhe shumë prej njerëzve e dinë se çka iman, mirë po fatkeqësisht nuk e dinë se çka është ajo e cila e nxjerr njeriu prej feje. Transmetohet dhe thot Ibn Abdullah ibn Abbasi, thot ta mësoj diturinë. Pra ta mësoj fejen e Allahut është më e dashur për mua edhe më e vlefshme se sa ta ngjalli natën me namaznate. Pra ne e konsiderojmë si gjatë madhe namazin e natës, padyshim, secili prej neve e madhron si pjesë të fesë, si pjesë vullnetare, nafile. Mirë po Abdullah ibn Abbasi thot, nëse unë merrem me dituri, shfletoj diçka, mësoj ndonjë kaptin prej kaptinave të fesë, është më e dashur për mua se sa kjo. Thot Hasan al-Basria, rahimahullah, kjo botë thot është e errët, krejt errësirë, përveç mbledhimeve të dietarëve, mbledhimeve të hoxhallarëve, në të cilë mësohet dini i Allahut subhanahu wa taala. Thot njëri prej dietarëve të hershëm, Mujahid ibn Jabr, thot kush jep përparësi epshit të vet, edhe epsheve psikofizike të veta, e kanë nënshmuar fenë e vet, edhe kush jep përparësi fesë vet, ai ka ngadhnyer edhe ka ngadhnyer pra mbi pasionet e veta. Pra këto janë disa gjëra të cilët i kanë përmendur dietarët e hershëm, do thamë mësime të arta të cilët na bëjnë neve që ta përmirësojmë raportin me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, nëse kthehemi te një çështje tjetër e cila po ashtu është e rëndësishme, e sidomos për gjeneratën më të re. Gjenerata e re e cila ndoshta vet ata ose familjarët e tyre u kanë vështirësuar vetes së tyre çështjen e martesës. Pra martesa si një si zakon edhe si tradit pe Amerike, si suneti pe Amerit sallallahu alaihi wasallam, me thonë ka shumë prej njerëzve të cilët e vonojnë martesën, shumë prej trive dhe trejeve, ndoshta i bëjnë mrin deri në 30 e jetës vet, ndërsa ende është beqare dhe beqare. E kjo është problematik në veti. Pse? Po arsye të ndryshme. Ose thot ta kryj shkollën, ta kryj doktoraturën ose magjistraturën, ai tjetri thot jo nuk kam ende vaton, më thon lloj-lloj justifikime, lloj-lloj arsyetime, të cilët çojnë që njeriu, domethënë një pjesë të madhe të jetës vet ose gjysmën e jetës vet, ndoshta 60 vjeçar, 70 vjeçar, 35 vjet domethënë i ka bën edhe ende nuk është martuar, ende bën kalkulime. Atë martohem, a mos martohem e kështu me radhë, ose a kam vaton apo s'kam vaton. Më thonë mjafton që ka një dhomë u kry puna, më thonë nuk ka shumë kalkulime të bëhen. Se njeriu me prit krejt t'i bëjë jetë, më thonë prej në A deri në Z, kushtet shumë vështira. Edhe këto më thonë kjo aspekti financiar bëhen ndoshta pengesa kryesore ose disa adete, të cilët e vështirësojnë. Jo valla s'kemi pare për darsëm, ato tjerët jo s'kemi mundësi ta paguajmë muzikën, jo s'kemi mundësi ta paguajmë sallonin e darsmave, edhe krejt këto bëhen shkak që më thonë shkaktojnë tritë dhe trejat mos i hin hapit të martesës. Gjë e cila i kushton triut edhe tres, sepse vonesa e martesës bën ekspozon triun edhe trejen në harame. Ekspozon harame. Më thonë s'ka ndonjë haram i cili është më atraktiv se sa zinaja. Gjithmonë. Më thonë edhe si fenomen shkatrimtar në shoqëritë tona, padyshim sa zinaja, krejt muhabeti i asaj bot. Krejt muhabeti i zinas. Shifne në përlajme, shifne në përjete sociale, dhe thonë krejt sende, krejt ose emisione, ose reality show të cilët promovojnë degenerim, ose madje edhe sfilatat e ndryshme të cilët i bëjnë maturantët edhe maturantët. E keni pa dhe me thonë halli, fatkeqësisht, halli
i maturantëve edhe maturanteve si është. Do të thonë këto vende tona të cilët fëmijë, sepse ata janë fëmijë moshë 17-18 vjeçare, del do të thonë një bab i cili me parën e vet shkon i blien biz vet me 100 euro ose me 1000 euro i blin një fustan edhe vesh. Më thonë më mirë e zhvesh, nuk e vesh. Edhe del në sfilat për para burrave të huaj. Më thonë, çka festojnë ato? Çka festojnë? Festojnë, më thonë, a OnlyFans festojnë? Sepse kjo OnlyFans, më thonë, nuk ka depërtuar shumë të ne, mirë po, në përgjithësi dihet. Bo është, më thonë, një aplikacion ose një platformë të cilë zakonisht përdoret në vendet perëndimore në përgjithësi, përdoret për uploadimin e videove me cilët ka para pagim, zakonisht promovohet, me thonë, lakuritësia ose amoraliteti, zinaja e kështu me radhë, dhe kjo ka depërtuar edhe te ne. Ndërsa këto sfilata, këto emisione të ndryshme degeneruese, këto janë, me thonë, çka ende më tepër e promovojnë, me thonë, e promovojnë zina në forma të ndryshme të cilat ata i zbukurojnë. Me thonë, i nxjerrin bijat e tyre me parën e vet, baba, shkon i blin teshën me të cilën e zhvesh bien e vet, edhe e çon te një hotel edhe te një sallon ku do të jenë aty, do të thonë, gojë tukit, e çon përpara një turm të madhe të djemve, në të cilën ka me pat marihuan, ka me pat alkool, ka me pat, me thonë, muzik, kanë me konë gjitha llojet e harameve, pastaj ne habitemi se pse pas ka amoralitet aq të ne, pse pas ka aq aborte në moshën 13 vjeçare, 14 vjeçare, nuk është për tu habit. Kur kjo promovohet prej mediave, edhe madje edhe krenohen mediat se çfarë vajza të bukura kemi ne, në atë kohën nëse paramendojmë se si kanë qenë gjyshet edhe stërgjyshet, kanë qenë domethënë të mbuluar dhe kanë pat turpe dhe kanë pat nder dhe kanë pat xhelozi, pikërisht një gjenerat di pas atyre gjeneratave, domethënë vinë gjenerata të reja të cilët e promovojnë fatkeqësisht çka, e promovojnë amoralitetin, e promovojnë mungesën e burrnisë edhe xhelozisë, pamje të cilët ka i gëzojnë vetëm armiqtë tonë të cilët i kemi përreth. Armiqtë tonë gëzohen kur shohin aso pamje të degenerimit të vajzave 17 vjeçare, 18 vjeçare. Pra me sa mend një prind e bën një gjë të tillë, ose një djalë i ri, moshë 17 vjeçare, 18 vjeçare, si guxon, domethënë që shkoj në një darkë të maturës. Se nuk e di me sa mend. A ka vetdije fetare? A ka frikë prej Allahut? A e ka parasysh, me thonë, ruajtjen e nderit të tij ose nderit të muslimanëve përreth? Apo është bërë, me thonë, sikur se ato jo besimtarët të cilë nuk i intereson se çka është halal ose çka është haram. Madje me këto punën e maturave, se ndoshta pak edhe zgjata çështjen e maturës, se të foli për këtë çështje, ka edhe semi-matur. Pra këto që ka janë 17 vjeçar, 18, u mësojnë edhe atyre më të vegjëllive, që ka janë 13 vjet, 14 vjet, edhe ato kanë semi-matur. Nuk përfundon këtu, hala. Ka edhe mini-matur kishte pat. E kalon klasën e penjës, domethënë fëmia 10 vjeçar, 11 vjeçar, edhe për ato një farë mini-mature ta bëjmë, me thonë si përgatitje për atë kur do dalin gjysmë lakuriq edhe pak, kur do piqen edhe pak. Me thonë deri në atë deregje, deri në atë shkallë, fatkeqësisht. Me thonë thujnë, habe hajse të vogël, me këtë pretekst, habe se i vogël, habe se i ri, vallahi, këtu fillon ai devijimi. Si t'ja qelish derën një herë, s'ke mundësi mo që ta ndalish. Pastaj vjen dita, i bon 18 vjet, edhe ta mshjelen gojën, thot, ti s'dish kur gjo. Ju i gjeneratat vjetër, ju s'dini kur nise. Ju s'mirë një vesh, nuk e dini jetën çka. Ju nuk e dini çka është të kënaqesh. Me thonë, ka me ta mshjel gojën, ti si prind, edhe ti s'ke mundësi as gjo me i ba, edhe s'ke mundësi as një hap me marr. Pra inshallah këtu e përfundojmë, edhe pse ka edhe diçka tjetër, mirë po inshallah do vazhdojmë ligjëratën e ardhshme. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.